po gabojmë ne? Ne gabojmë që nuk e njohim më çfarë është ushqimi vërtet dhe çfarë strukture ka. Kemi haruar të konsumojmë fibra, ne konsumojmë më pak fibra se të parët tanë, më pak ujë se ata, më pak vitamina të vlefshme për trupin tonë, më shumë ushqim. Ne kemi kthyer trupin në betoniere, vetëm ham, vetëm duam të ham, dhe nuk e njohim ritmin dhe ciklin e trupit. Dhe nga ana tjetër, ushqimet e përpunuar vetëm të shohim diçka. 20 top ushqimet më të shitura në botë, asnjëra nuk është e shëndetshme. Po dëshit t'i zëmë rancë kush janë. 20 ushqimet më të shitura në botë, asnjëra nuk është e shëndetshme. Pra ne duhet ta kuptojmë. Shtimi pijeve me sheqer, shtimi i sheqerit në 6 fish, ushqimet e paketuara, fast foodet, dricat e rafinuar që kemi bërë, gruan e kemi rafinuar jashtëzakonisht shumë. Kemi bërë që të rrisim glukozën në një mënyrë të jashtëzakonshme. Kemi bërë që qelizat po bëhen shumë herë më të ndeshme në insulinës. Ne po bëjmë që pankreasi jonë të prodhojë gjithnjë më tepër insulinë, derisa sistemi fillon të lodhet, fillon të dëmtojë sistemin hormonal. Kështu që fillon gradualisht rruga 8 e disa problemeve të çrregullimeve hormonale, metabolike që do rasjedhin bazën e sëmundjes. Ne kemi dëmtuar disa nga bakteret që sot nuk ekzistojnë në zonën tonë, konsumimin e lartë të këtyre ushqimeve. Gabimi i dytë është që kalojmë orë të tëra ulur, nuk dalim më në ajër, rim brenda ambienteve të mbyllura. 80% e adoleshentëve sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë nuk arrin nivelet e rekomandimit të aktivitetit fizik dhe më shumë se 45% të rritërve. Trupi nuk është krijuar që të rrijë ditën ulur në karike. Nuk është krijuar që të lëvizë, të krijojë, që të menaxhojë të gjithë këto aktivitete, këto dëmtime që ne them. Një njeri sot të shumë pak, jeton në presion, kemi më shumë stres, konsumon këto ushqime që tham në mënyrë të çrregullt. Dhe qumi dobe do sjellë stresin, nivelin e lartë të kortizolit, dëmtimin të insulinës, ndjeshmërinë ndaj ngopjes, dëshirën për ushqime të ëmbla dhe të kripura, do të destabilizojë 2 hormonet kryesore, siç është leptina dhe grelina, të cilët ne nuk flasim asnjëherë. Dhe njeriu ka më tepër uri, është më tepër i stresuar, më tepër i vetmuar. Ne kemi humbur dhe marrëdhëniet sociale. Dhe të gjitha këto na kanë sjellë këto lloj problemi. Pra, këto lloj shqetësimi në të cilën ne sot jemi apo në të cilën ne ndodhemi. Pra, sëmundja dhe pikërisht mjekësia duhet të trajtojë sëmundjen për t'i parandaluar, jo kur ajo shfaqet. Duhet të ndalojmë, sepse ne kemi një arsyetim, shoh çfarë ndodh. Ne i vëmë fajin vetëm individit. Ne i vëmë vetë fajin individit, them gabimi i madh është individit dhe harrojmë sistemin. Ne nuk i themi ke mungesë vullneti, por nuk pyesim, ore pse ky ushqim i shëndetshëm është bërë shumë i shtrenjtë? Pse ushqimi i lirë është ushqimi më i dëmshëm? Pse bëhet kaq shumë reklama televizive? Pse ushqimet e pashëndetshme sponsorizohen? Pse fëmijët ekspozohen ndaj ushqimeve më të pashëndetshme, ndaj ëmbëlsirave dhe pijeve, dhe këto reklamohen kudo nëpër televizione dhe media? Pse televizioni duhet punojë 24 orë për të dëmtuar syrin, apo edhe aspektin e ritmit cirkadian? Pse qytetet janë ndërtuar në këtë lloj mënyre për të krijuar vetëm ecje me makina? Pse shkollat janë lënë kaq pak për të aktivizuar aktivitetin fizik? Pse gjumi po trajtohet si luks? Pse nuk po kapim thelbin e problemit? Ne vetëm ja vëmë fajin individin. Faji i parë këtu e ka sistemi. Pastaj është individi. Sistemi, e keni kapur shumë bukur zoti Joka, po kupola është gabimi, e mirë organizuar, naive, apo Jo, kjo është e mirë organizuar, Kjo është, shiko, ne kemi disa pika për të zgjidhur. Një individ ka disa rrugë për të ndjekur. Do shkoj të marrë atë perimen që është me pesticide. Ato pesticide kush e prodhon? Pjesa e madhe e kompanive farmaceutike, edhe kanë shtuar ato pesticidet. Ati e konsumon, na kjo ti do sëmuresh, do shkosh në rrjetin shëndetësor, do konsumosh ilaçe dhe do fillosh me radhë. Do ndotet ambienti, duke ndotur ambienti, duke mos fjetur gjumë. Pra, kompanitë janë të kënaqura dhe stimulojnë obezitetin. Sot është i stimuluar. Të kuptojmë, nuk kemi luftë ndaj obezitetit. Nuk ka sot një organizatë botërore që lufton obezitetin. E kupton sa para kemi hedhur ne? Ne hedhim $300 miliardë për obezitetin në gjithë botën dhe obeziteti sa vetë rritet. Ne kemi hedhur, ne sot kemi më shumë ilaçe se kur do më parë, kemi më shumë mjekës se kur do më parë, kemi mjete të diagnozës më shumë se më parë dhe kemi një seri njerëzish të sëmurë dhe kemi akoma dhe më të sëmurë, akoma më të vetmuar, akoma më të mbyllur, akoma me probleme me depresionin, pra edhe më sëmundje dhe më shumë me kancerin. Dhe një nga armiqt kryesorë janë disa nga ushqimet, duke filluar nga sheqeri dhe disa elemente të tjerë pastaj që janë hedhura postafat tek ushqimet tona që të ulin dhe koston, se sheqeri dhe kripa janë 2 drograt kryesore dhe dëmtuesit më të mëdhenj.
Në momentin që ne hedhim tek këto ushqime që shesin në treg, ulet kostua, dhe sa më ulet kostua, fillojnë oferta që ti ta blesh se s'ke mundësi. Sheqeri dhe kripa janë aq armiq sa trubetohet apo është orkestruar kjo nga kompanitë farmaceutike? Si është orkestruar? Ai që thotë që është armik sheqeri është kundër kompanive farmaceutike. Shikoni një studim në 2020 e cila është bërë tek Hypothesis, është një gazetë shumë prestigjioze që thotë konsumimi i sheqernave që konsumojnë adoleshentët përkesojnë gjendje shpirtërore në gjendjen e ankthit dhe tritjes depresionit. Shiko çfarë bën sheqeri, që ta kuptojmë thjesht. Sheqeri shkakton problem të hiperaktivitetit, shkakton ankth, vështirësinë për qëndrim dhe dëmtim të memorjes tek fëmijët. Sheqeri prodhon një rritje të konsiderueshme të trigliceridëve, që është një nga dëmtimet kryesore të bllokimit të arterieve tona, të problemeve kardiake. Sheqeri influencon, pra kontribon, në mbrojtjen ose mështimin e infeksioneve bakteriale. Sheqeri bën që mos thithim në karomin, që është shumë determinant sot. Sheqeri shkakton nervozizëm, mos përqendrim që tham, shkakton mungesën e bakrit, tirozinazës, që është një nga elementet kryesor në metabolizmin tonë që duhet ta kemi sot, që kemi maksimie shumë. Sheqeri ndërhyn në përthithjen e kalciumit dhe të magnezit. Sheqeri prodhon në traktin tretës nivel të lartë acidi, duke dëmtuar gjithë sistemin tonë imunitar nëpërmjet bakterieve se 70% aty ndodhet. Sheqeri shkakton gurë të ëmbël. Sheqeri mund të shkaktojë apandesit. Sheqeri mund të shkaktojë hemoroide, shkakton venat varicoze. Sheqeri kontribon në ekzem, në problemet e akneve, në problemet e puçave, në problemet e astmës, dëmton strukturën e ADN-s. Sheqeri ndryshon strukturën e proteinave dhe sjell disa probleme në sistemin nervor, Parkinsonin, arteriosklerozën, depresionin, Alzheimerin pas. Dëmton pankreasin duke bërë shtylla numër 1 edhe për kancerin e pankreasit që sot është shtuar. Sheqeri është vërtetuar që shkakton dhimbje koke, shkakton çekuilibër hormonal, sidomos tek adoleshentët, shkakton fosfatazën, një nga enzimat bazë e cila bën më të vështirë procesin e tretjes. Nuk bëhet më tretja sepse shkatruar fosfataza. Dhe ushqimet e ëmbla e rrisin rrezikun e kancerave të ndryshëm, kanceri i gjirit, kanceri i pankreasit, kanceri i zorës. Sheqeri shkakton kancerin e laringitit. Qendra e kancerit në Universitetin e Anderson në Texas publikoi një studim 2016 ku sasia e sheqerit që konsumoi mbi normativën dikonte në një rrugë sinjalizuese të disa enzimave që sillte kancerin e gjirit dhe disa kancere të tjera. Nëse këto ju duken të vogla për sheqerin, se shumë nutricionist dhe mjek ose trajner personal që unë dëgjoj në Instagram dhe kudo, thonë hama mos e keni perak të sheqeri. Sheqeri shkakton vetëm një pjesë vogël. Duhet të kuptoni çfarë është dëmtimi. To janë demagogjit e kompanive të mëdha të lobeve, sepse ata janë shumë të bashkuar. Lobet farmaceutike dhe lobet e industrisë ushqimore po na dëmtojnë. Ushqimi është bërë vrasësi jonë më i madh. Mos harroni, në pasojat e vrasjes kemi mbi 40 milion vdekje në botë që janë si pasojë e ushqimit.